njerëzit në Kosovë kuptuan që programi i kompjuterit kishte ndryshuar, që kishin për herë të parë në historinë e shtetit Kosovës një qeveri që po punonte për rishpërndarjen e pasurisë dhe jo për oligarkët. Dhe si rezultat i kësaj, kemi investimet në bujqësi, investimet në arsim, investimet në shëndetësi, investimet deri ke çerdhet e kopshtet, me iden që nga një smundje që po vuajmë gjithë, që rinia dhe njerëzit mos ikin nga vendet tona. Pra, është kollaj që të kesh 3 oligarkët pak kënaqur dhe 3 media që i kontrollojnë ata të pak kënaqur dhe të krijosh idenë që kjo është një qeveri si e keqe. Ndoshta qytetarët e Kosovës në lëkurën e tyre e kanë ndjerë ndryshe. Kanë kuptuar që kjo është një qeveri që më shumë se për oligarkët kujdeset për ata.